po va tregoj një ngjarje para se është shumë e pranueshme për djelmoshat e ri, për një djalë i cili u ri deri në moshën 18 vjeçare në Arabinë Saudite, pra në Mekë, pra prej banorëve të Qabes, të Mekës. Mekka i ka 2 milion banorë, qytet i madh. Dhe shumica juaj edhe e keni vizituar. Dhe thot, në moshën 18 vjeçare bëra një aplikim që fakultetin ta vazhdoj në Francë. Thot, unë asnjëherë nuk kisha dëgjuar dhe nuk kisha pa dhe nuk e dinja se si zhvillohet jeta në botën e Evropës, në Amerikë dhe në Evropë. Pra do më thënë gratë e shpalume, mundësia për të bë mëkate dhe gjunahe, për të rënë rrugët e alkoolit, shumë e lehtë. Thot, e rëndësishme, thot, u pranova, edhe nana, se s'ka pas bab, më përcolli deri në aeroport. Dhe në fund më tha, o birë, po ta laj manet fen, kujdes, ruje Zoti, ruje fen. Thot, kur shkova atje, thot, në momentin e parë, ditën e hanë në shkollu për balla me gjysmën e klasës djemë dhe gjysmën vajza, një pjesa më e madhe e vajzave normalisht ishin të shpalume, edhe nuk e kishin edhe mbarë dhe turp që të bisedojnë. Derisa thot në një ditë për ditë, thot hina në kontakt me dikën prej tyre, por ajo ma kushtëzoi, në qoftë se dëshiron që të kesh lidhje me mua, patjetër ta pranojsh krishterizmin. Thot në fund, thot u binda dhe e pranova atë. Shkova në kish, është kriqzu, e ka pranuar krishterizmin dhe ka dalë për fesë islame. Për 4 vite me radhë, thot, asnjëherë nuk u ktheva në Mekë. Mbas 4 vite, mbasi përfundoi kontrata me shkollën, patjetër duhesha të kthehem në Mekë. Thot, unë kësaj here isha bo italian, isha bo francez. Nuk kisha asnjë shenjë të islamit. Nana, thot, me motrat e mia më priti në aeroport, por e vërejti nana se vetëm kisha ndryshuar në jetë. Domethënë thjesht i dhash një selam, një përshëndetje të ftoftë. Thot, për gjatë rrugës nana më folte, po si ke hallet me namazin? A e falish namazin? Thot, unë do më thonë, i dhash disa premtime, disa rena dhe ngjashme si ajo. Thot, për çdo ditë nana më thonë, të bira, kam mundësive të më marrish edhe me maqinë për të më dërguar në Qabe. Thot, derisa një ditë më kërkoi dhe thot, u binda, pa mbasi erdha në Mekë, u ktheva jetesën në Mekë. Thot, e mora nanën një natë për netëve dhe e dërgova në Qabe. Normal Qabe ju vllazën ka edhe vend parkingje poshtë, domethënë në Qabe. Nana më tha, po më birë s'fale dhe ti namazin e jacis. Tash nuk mundi, ku ta di unë, arsjetimet e njerëzve zakonisht. Thot, o ju vllazën, thot, derisa nana shkoj të falet, unë isha duke dëgjuar një muzikë italiane, në një moment e dëgjova ezanin e jacis. Hayya ala-s-salah, e janë i bënë namaz. Hayya al-falah, e janë në shpëtim. Thot, vallaj, filloi zemra të më dridhet. Shkova me të shpejtinë në vendin ku jenë banjot, u pasrova, mora gusu, u lava edhe njerë, e pranova shahadetin dhe hina në namaz. Derisa arrita nal në Qabe, do më thënë aty ku është ai sahni i Qabes, thot, filloi kameti, filloi namazi. Kur ja imami i Qabes në reqatin e dytë e lexoi ajetin Kul ja ibadi alladhina o ju robërit e mi, që e kini ngarku veten me shumë mëkate, mos se humni shpresën në mëshirën e Allahut, se me të vërtet Allahu i falet të gjithë mëkatet. Thot, vallahi qanja, derisa ai që ishte në të djathtë ose në të majtë thunja mambes të më folën pas namazit, në pengove në namaz. Mi për ishte një plak, thot, mbas namazit më kapi dhe më tha, e di orbir, e kuptoj gjendjen tënde se pas ke qenë ngarkum në mëkate dhe në gjunahe, por vallaj e ke një Zot bujar. Thot, u vonova pak brenda në Qabe, derisa kur dola, thot, kur afrova kjo maqina, e pash nana më preti, dhe më tha, e kom dit orbir, vallaj e kom dit, se një dit do t'i kthesh rrugës të Allahut, se nana yte çdo natë qohë dhe thot, o Allah, kujdesu për djalin tim.